أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقوله أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në këto qaste të bekuara lutim Allahun subhanahu wa taala që agjerimin dhe adhurimet tona t'i pranon dhe t'i regjistron në një fletë të bardhë të cilën do të na i dorëzon ditën kur të takojmë Allahun subhanahu wa taala me këta sevape dhe vepra të lloj-llojshme të cilat besimtarët dhe besimtarët bojnë përpjekje që të ripërtrin betimin dhe besimin me Allah subhanahu wa taala gjatë Ramazanit, po ashtu me agjerim në këta ditë të shenjta dhe ata ditë të cilat kanë ngelën inshallah Allah subhanahu wa taala në mbështet dhe na fuqizon dhe ne mundëson që të përfundojmë ashtu siç kemi filluar. Ndërsa ata të cilët janë përjashtuar nga agjerimi me arsye fetare për faktin se ishin të sëmurë dhe udhëtar, inshallah Allah subhanahu wa taala u rikthen shëndetin dhe i kualifikon për vite të tjera që të jenë domethënë bashkërisht me radhët e agjeruesve. Në Ramazan gjithandej që është folë dhe po flitet vazhdimisht se është një muaj shumë i madh i bereqetit dhe mirësive të Allah subhanahu wa taala, kam fjalën për faktin se pastaj edhe nga ona e njerëzve me ndihmën, mbështetja dhe solidariteti që organizohet dhe manifestohet në Ramazan ka mirësi edhe nga ona e njerëzve, po unë kam fjalën Ramazani është muaj i madh të cilin Allah subhanahu wa taala dalloi dhe veçoi me lloj-lloj veçori dhe gjëra specifike të cilat nuk gjenden në muaj të tjerë. Dhe duke u bazuar nga ky fakt besimtarët mobilizohen dhe janë më vigjilent dhe shpresën e kanë shumë më të madhe tek muaji i madh i Ramazanit bashkërisht me agjerimin, Koranin e tobe, istighfare, dhikr e sadaka, që në fund të këtij muaji të del një njeri besimtar, domethënë mjaft i pastërt nga mëkatet, një njeri tjetër nga e kaluara e tij që ishte, dhe të jetë një njeri shumë më ngritur shpirtërisht, moralisht, qoftë domethënë në fusha tjera për të cilat përfiton prej vet agjerimit dhe ushtrimit të Ramazanit në këtë muaj. Tash prej mirësive të panumërta në Ramazan që i kemi numëruar se Allahu i mbyll dhirt e xhenemit, i hap dhirt e xhenetit, në këtë muaj ka zbrit Korani, në këtë muaj është nota e Kadrit, në këtë muaj është nota e Bedrit, në këtë muaj është nota e Bajramit, që është notë shumë e madhe, e në këtë muaj Allah subhanahu wa taala për çdo natë në mbrëmje amneston, domethënë me miliona njerëz nga zjarri i xhenemit, e pastaj natën e Bajramit, po aq sa mbrana këtë Ramazanit, në këtë muaj zbret rahmeti dhe bereqeti i Allahut në çdo mbrëmje dhe në çdo mëngjes e agim, këtë në këtë muaj. Dhe ne domethënë jemi mjaft aktiv dhe vigjilent, ndoshta jo sa duhet të merremi vesh tash, di se ne kemi ndoshta obligime të tjera dhe një Ramazan i kohës moderne nuk është një Ramazan i baballarëve dhe gjishërve tanë. Kohën aty domethënë me pas kohë të merresh me atë temë. Tash e dini, njerëzit janë në rrugë, janë në punë, në ndrimin e parë, ditin, tretin, me gjumë, pa gjumë, megjithatë, ne jemi kapën për dinin e Zotit dhe sunetin e pejgamberit të tij, as sa i kemi mundësitë dhe kapacitetet. Apo domethënë atje ku na është dhënë mundësia, ne
nuk e kemi liruan të na hik ajo, nuk e kemi të liru këtë, ne e kemi kap, e kemi ushtruar detyr, e kemi shijuar atë kënaqësi të një adhurimi të caktuar në kohën moderne në perëndim. Këto është shumë e vështirë me qenën, si themi, pranishëm në darkë me familjen, edhe pse e agjerues zënë iftari të arë për rrugë. Ose në prag të iftari duhet me morë makinën me dalë prej shtëpie se kemi shku në ndrim të punës. Mirë po këtu qashtu agjerojnë njerëzit, që ju e dini, ne kemi informacione si e zallar, këtu agjerojnë qytetarët musliman të komuniteteve të tjera tash, jo vetëm ne, në kushte shumë të vështira dhe rrethona, si të them, të pamëshirshme. Agjerojnë qashtu, domethënë ne thjesht nuk duam të tolerojmë diçka kur është pyetje dini i Allahut subhanahu wa taala. Po nga këtë këto mirësi që po i numëroj në fillim, edhe ne duhet të dalim në mbarim të këtij muaji fitimtar. Ti duhesh më ka për diçka që më fituan. Tash u ka për Kur'an, u ka për sadaka, a për dhikra istikfar, a vizita, a merita, nuk e di, ti me rëndësi, duhesh me gjetën një kanal, një praktik dhe një burim, e cila ti ta mundson fund të muajit me dalë fitimtar dhe i lumtur i kënaqur. Ti e din këto e ndjen se në këtë muaj të këtij viti jam në epërsi përballë Ramazanëve të viteve të tjera, nëse ke qenë më aktive, kam fjalën. Se gjithë një në fillim të Ramazanit kemi thonë, këto janë ditë të numruara dhe të caktuara, por nuk e kape seriozisht dhe me vigjilencë mbarën ditë, sot nesër, Ramazani shkon, ti e kupton se s'ke bo kur gjo, veç pse ke abstenu, s'ke hongre, s'ke pi. Këtë umitëm të e thonë, pejgamberi alayhis salam, në hadith ka thonë, non ja menën se dynjoja ju merë, shmajtë edhe njadhë, në fund muajit mbeteni vetëm të uritur. Edhe kur del në fund ti, a keni lezu me Kur'an? Jo. Po me thonë që e ki pasur një praktik, po ban tobe istikfar me orar të caktuar, mas këti namazi për shumë për çdo ditë nga 1 orë, jo. Po me thonë që ushqeve të varfër për çdo natë në mbrëmje, jo. Po ke po vizita të farafisit të familjes që si ke edhe këtu, jo, nuk e di. Po çka ke bo ti në Ramazan? A i ke falë kohërat e namazave i rregullt, jo edhe atë se kam bo. Po ti pas ke mbetën i uritur. Të përfitojmë, do të thonë në shumë rrugë mënyra, çdo kujt Zoti ja ka dhënë mundësinë të përfitojnë prej të. Për shembull të pasurit mund të përfitojnë duke zgjatën dorën e ndihmës, mëshirës, dashurisë, mbështetjes, organizojnë për kategori skamnor. Okej, një i ditur mund të përfiton duke udhëzu popullatën, duke këshilluar, duke mësuar nga e mira, duke ndalë nga e keqja. Dikush që është diku në lartë, në pushtet, në institucion, në administrat, ko e diune, e ndihmon qytetarin me të një informacion. Pikërisht në Ramazan e kam fjallën është aktiv se donë me përfituon. Mi përfitoria më e madhe e Ramazanit është që Allah subhanahu wa taala të na i falë gjunohët, se na ç'ket probleme kemi. Neve xhumi nuk na zë rahat. Kejtë qerat në rregull, këto regjistrohen atë që këtu, ama na xhumi nuk e bëjmë rahat, duke e menduar momentin kur ndahemi nga kjo jetë. Si do të ndodha e si do të përjetohet. Dhe momenti kur takohemi me Allah subhanahu wa taala, duke ditën se në këtë jetë nuk kemi qenën edhe shumë të disiplinum, nuk kemi qenë shumë parimor. Kushte rrethona, sistemi, liria, mungesa, okupimi, ignoranca, këtë në rregull. Ama nuk kemi qenë. Fitoria më e madhe është me pas mundësi me dalë në fund të muaj nga ata të cilëve Zoti u ka falën gjunohët. Këto është thelbi. Adi, ushtron lloj mirësi dhe ibadete me ngjira dhe nënca të ndryshme në Ramazan. Edhe je agjërues,
Ama mendja dhe fokusi vëmendja është e ajo që ne të kërkojmë falje prej Allahut Dhul Xhelal për të kaluarën tonë. Pa marrë parasysh kush, çka dhe sa. Nuk ka njeri që nuk ka gabime. Nuk ka njeri cili nuk ka lëshime. Nuk ka njeri cili nuk ka mëkate dhe nuk ka njeri që nuk ka gjunohe. Kjo nënkupton që ne dënë thot jemi të nëvarun drejt për drejt nga mëshira ose rahmeti Allahut subhanahu wa taala. Por nuk na përfshiu Zoti në rahmetin e tij. Nuk na mëshiroi Allahu, më thasht në këtë muaj, ne shpëtim nuk kemi. Ne dhe askush. Për atë në fillim të Ramazanit, pejgamberi alayhis salam ka thonë, kur të hije nota e parë e Ramazanit, Allahu i shikon besimtarët, me shkoj dhe femra, me sirin e rahmetit të mëshirës. Dhe kush fillon dhe agjeron, dhe Allah ka shikuar me sirin e rahmetit, nuk e dënon asnjëherë. E kam fjalën, ne jemi të nëvart prej rahmetit të Allahut. Se ju e shihni se jeta është me ditë të numëruara, e di? Një ditë, sado që të zgjat, po i vjen fundi, e një sen që ka fund, nuk të lën shumë për shtypje. Nuk mundesh të lëshohësh në atë projekt. A di, ti rrije ton, punon, investon, ama je me rezerva, duke e ditë parasysh se një ditë duhet të mi morë valigjët me hec, piksa i dënjoje. E kur të vjen puna me hecën, më njëherë dhe më thonë të parafitirohen gabimet, lëshimet, mëkate, gjënohe, harame, Ramazane që si ke agjiruan, namazet që si ke fal, prind që si ke këshir, vlla që si ke nderu, kojshi që se ke respektu, qytetar që s'po di çka të them se ke dashuru, këtë e di unë. Ama ditët janë paku, ora të mas. Duhet në Ramazan, dhe më thonë fokusi i besimtareve të denjë, të devotshëm, është raporti me Allahun Dhul Xhelal, për të na i falën gjunohet, edhe njerë po them, tjera punë bëjmë, nuk ka problem. Ama nëse nuk garantohet kjo, që Zotit na i falë, dhe më thonë ne të pendohemi, tjerat mund të jenë shumë me kuptim më të vogël përballë kësaj. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, ajetën në të cilët Allah subhanahu wa taala i fton besimtarët të pendohen. Më shumë e thjeshta, besimtar të pendohet, a e kupton? Po dhe besimtar ka mëkatare, kam fjalën, sur dora e jon. O besimtar, pendohuni, dhe mirësia ka qenë se derën e pendimit Zoti e kalon të hapur, këtë din të gjithë. Adi me pejgamberi alayhis salam dhe pejgamberët e tjerë në përjetë kuranore, këtë mirësi shfrytëzone. Kuptone këtë, se Zoti e kalon derën e pendimit të hapur për neve. Kemi gabuar, gabojmë, do të gabojmë, ama derën e kemi të hapur. Po më dera e hapur kërkon njerëz të vetëdijshëm, që e din, ke bo ditën mëkate harame gabime, apo në mbrëmje, kur të kthehesh në shtëpi, kuptoje se dera e pendimit është e hapur. Ati dashuroje pak vetën, merr abdes, ktheu ka kibla dhe pendohu, mos shko ashtu. Dera e pendimit është e hapur. Do të thonë në aspekti pozitiv. E tjetra, ka thonë dera e pendimit është e hapur pikërisht për mëkatar, adi mos thu jo ki ka të drejta të merr pjesë për faktin se është një koxha musliman, e unë valla jam tepër adi kam ngedh këtë drejtim, jam tepër mëkatare, jo, pikërisht për ata, adi. Edhe këtu në ajetin tjetër, për shembull tubu ila Allahi jami'an, pendohuni te Zoti të gjithë, Allahu ka thonë, të gjithë, mos thuj ki aj, krejt të gjithë duhet të pendoheni te Allah subhanahu wa taala. Edhe ajetin tjetër atjem Allah në Koran ka thonë, pikërisht i thret mëkatarët.
mos u largoni prej rahmetit të Allahut. A di se ka lerë tri ku është një fjalë. Këtë nëse nuk e kuptoni, mund të agjeroni ndër shekuj dhe asnjëherë të mos e prekni mëshirën e Zotit. Mos u largoni prej rahmetit të Allahut. Ama jeni, s'po di çka të them, mëkatar, gjunahqar, mushrik, kafir, këtë përfshinjen. Prej rahmetit të Allahut mos u largoni. Pendohuni, kam fjalë. Se Zoti derën e ka lënë të hapur për neve që duhet të pendohemi në çdo mbrëmje dhe në çdo mëngjes. Prej rahmetit të Allah subhanahu wa taala në hadith që transmeton pejgamberi alayhis salam, thot Allah subhanahu wa taala natën thret mëkatarët e ditës t'u afal. Ka thonë dhe në agim Allah subhanahu wa taala u afal gjunohet mëkatarëve të natës. O më rash, do të thonë sigur i bien 12 orë. Ata që kanë bëhen gabime dhe gjunohe gjatë ditës, në mbrëmje Zoti ja u fal. Tash kemi filluar nata. Thot dhe ata që bëjnë mëkate gjatë natës, në agim Zoti u afal. Ku që fal Allahu? Ai që kërkon për falje, këtu e kam nëse ne moti jemi të folëm për këtë kulturë, edhe gjithandej që hece e komunikoj, njerëzit nuk janë të e kuptuar çka jemi të thonë. Këto janë të ndëgjua, di, ama nuk është të kuptu çka jam të thonë. Në mbrëmje duhet mu pendu, realisht, praktikisht, jo vetëm teori informacion. Zoti u afal njerëzve gabimet e ditës në mbrëmje, gabimet e natës në mëngjes. Ku t'ja falë Allahu? Ati që kërkon, mëson e këtë kulturë, se kjo u ashpëton qafën, kështu thjesht. Se ne si që kapim, që di si kishton aja gjithu, me këshirë kishton shka thot që tapi, nësë jemi kërkon. Ka një derë alternativ të pendimi që po them, mësoje kulturën të kërkon një falje prej Allahut, që këtë kuptim me ka. Ama ushtroje, jo vetëm informacion, se ne shka thot që tapi, probleme kemi. Nëse e mormi 100%. A ka rrugë alternative, po me pendoheni të Allahu, kërkoni Allahut falje. A me i thoni, o Allah, më falj, kërkoj falje që kjo, ajo. Ushtrone këtë kulturë dhe kuptone këtë mirësi. Po kur është më mirë mu penduon, po i shpa ndërpreja, më mirë në Ramazan. Duke qenë në agjeruës. Edhe do më thonë në prag të iftarit, që po themi pejgamberi alayhis salam ka thonë Allah subhanahu wa taala, në prag të çdo iftari merr vendimin për t'i hekën prej zjarrit të xhehenemit miliona qytetarë të cilët ishin të parapartë të jenë xhehenemli për faktin e një mëkati që e ka pas. Mirë, po për hatër të Ramazanit, e tobe istighfarit, Allahu e liron. Ka thonë dhe natën e Bajramit, liron prej zjarrit të xhehenemit atë sa ka liruar mbrana 29 ditëve nga e kaluara. Kur të ulesh në iftar, ti edhe familja jote, duhet me kërkuar dhe më thonë faljen e Allah subhanahu. Po na i fali Zoti, po na mëshiroj Allahu dhul xhelal, nuk ka dimër për neve, si pas hadithëve. Mojo vdis, ringjallu, tako me Allahun, del në sirat, e në mizan, e në haud, e këtë shkojnë atje me lajke ti mas tire, ti nuk ke rrezik. Nuk e ketë problem. Problemin e kanë të tjerët, nuk e di unë. S'ka një besimtar, mushrika qafira, nuk janë penduar, se kanë adhuru Zotin, se kanë besu, se kanë njohë, nuk e di. Po ta fali Zoti, ti dimër nuk ke. Po mënoj ti edhe familja jote, nëse janë të një rrugë, të një sofre, të një mendimi. Prandaj duhet të biseda me interpretuar edhe në familje. Dhe muaj Ramazanit është muaj i bereqetit, do të thonë shumë fish dhe multidimensional. Edhe dhe e keq që janë që mund të na hikin ditët edhe ne
të mos kemi mundësi t'i kapitalizojmë ata, t'i materializojmë, të përfitojmë për këtyre ditëve. Pasi të pas diturijës dhe mundësijës, ama duhet gjithnjime që janë pak më i gjallë. Është muaj i bereqetit, është muaj i hajrit, i mirësive. Do thotë që muslimanët e dini organizohen gjithandena për botë, iftare, e sifira, e paketa, ta që nuk ka kush me qenë iftar, paket jashon të shtëpia e shfryzon për në të ardhmen. Te ne ka do praktika për shembull, shkojnë aty te lokali, pagun për shembull, çka ka çfarë filan familjes shkat more mbrana Ramazanit, bukën ja pagun ka lloj-lloj. Është muaji i mirësisë. Tash ti po shan nëpër televizor, internet, një bota po bojnë mirë, ama ti mos vjen mirë vetë se ata bojnë mirë. Ti duhesh me shir vetë ti a je dikun. Po okej, nëpër internet valla këtë bota muslimane janë çuar shumë aktiv. Të organizuar edhe bereqete mirësi, okej, ama ti a ke marrë dikun pjesë. Po jo valla unë vesh po i shikoj në rrjete sociale, di bravo ju kof shumë mirë. Pa i mirë për vete. Ti duhesh për Ramazanin tanë me qenën më gjallë. Edhe këtë muaj Zoti e ka ngarku dhe e ka mbush me mirësi. Kështu kanë thonë ulemat. Kjo është muaj i Koranit, muaj i mirësisë, muaj i Taubes, që po them. Muaj në të cilin Allah zbrat mëshirën dhe rahmetin e tij. Muaj në të cilin Allah subhanahu wa taala besimtarëve u afal gjinoha dhe mëkatet të panumërta dhe i ngrit në pozita më të larta. Dhe është nota e Bedrit, e nota e Kadrit, e nota e Bajramit, dhe Allahu i mbyll dirët e xhenemit, i hap të xhenetit, dhe Allahu në këtë muaj liron prej zjarrit të xhenemit, çka liron domethënë mbrana vitit. Këtë këto janë në këtë muaj të madh. Tash ne s'mundesh ti një njeri mi ushtru të gjitha këta. Këto biseda janë që ti kapësh për sadaka, tjetri kapët për dhikr, njoni për istikfar, tjetri për një organizim. Çdo kush merret me diçka, e kam fjalën. Një njeri këto nuk ka para pa me mi bën njëri, deri te shoqëria ose institucionet shtetërore ose vetë shteti. Dietarët dhe sahabët në thotë kanë pasën praktikë dhe si këshill që një besimtar është shumë rrugës ta ripërtrin pendimin. Tash nuk do të thotë se unë jam penduar sot edhe më për jetë. Të mos këtë kuptohem, jam penduar këtë Ramazan edhe më s'kam nevojë. Pendimi është kulturë muslimanëve, e besimtarëve, kulturë profetike. A di pejgamberin kur e ka vetë Aisha. Ka thonë unë jam një njeri që kërkoj prej Allahut istighfar 100 herë në ditë, pejgamberi alayhis salam. Prej kësaj do të thotë kuptohet se pendimi jon duhet të ripërtrihet forma e betimit me Zotin. Se për shkak mund të ndodhë ndërkohë harame, mëkate, gjinohe, lëshime, lakmia, kujt ne duhet të ripërtrim pendimin ton. Dhe të shpejtojmë në këtë muaj që të rikthehemi te Allah subhanahu wa taala. Di se rrugët janë, si them, të kriqëzuara në këtë jetë. Kushtimisht, ka rrugë që shkon, ka rrugë që vjen, pastaj qarkore ku të diun. Ulemat kanë thonë udhtimi fillon domethënë mu kthien ka Zoti nga momenti kur pendoheni. Derisa nuk jeni të penduar në këtë jetë, ju nuk e keni të njohur destinacionin dhe drejtimin se ka po shkoni dhe ku jeni drejtuar. Një jetë pa mbikëqyrje hinore, një jetë pa moral, një jetë pa besim, një jetë pa din. Shmajnë gjatë linje perëndim, andaj kanë ikin vitet, nuk e din ku është njeriu. Kur të pendoheni, thot tash fillimi i rrugëtimit, ka burimi, ka origjina, ka Zoti, ka kibla. Për çfarë Ramazani është një apel për ata të cilët ende nuk e kanë gjetën Allahun subhanahu wa taala. Për ata të cilët ende nuk e njohin pejgamberin ose të dërguarin e Allahut subhanahu wa taala. Për ata që nuk e njohin librin e Allahut dhul xhelal. Dhe për ata që nuk e njohin sunetin e Muhammed Mustafas. Dhe për ata të cilët në përgjithësi nuk e njohin çka është feja, dini, besimi, imani, praktika dhe akhlaku. Është Ramazani, si them, një apel dhe rast që të rikthehet, do të thotë, ka Allahu subhanahu wa taala.
Katade, një dietar ose sahabin atë kohë, ka thonën, Kurani u tregon sëmundjet dhe ilaçin. Ka thonë sëmundjet janë gjunahet, haramet dhe mëkatet. Të janë smuj, Allah ka folë në Kur'an për to. Ka thonë dhe ilaçi është taubja dhe istikfari. Dhe më thonë pendoheni te Zoti dhe kërkoni falje, el istighfar, astaghfirullah, el adhim, el kerim, ka dhe më thonë forma ndryshme. Kurani e përcakton, dhe më thonë, problemin edhe zgjidhjen. Gjunahet janë problemi jonë. Gjunahet janë armiku i lumturisë së njerëzit. Tash edhe na jemi musliman, na jemi të folë të në kohën e di që për shembull nuk ka njeri që s'ka gjunahe, dhe më thonë ne jemi ata. Edhe të gjithë kemi nevojë për ama na jemi të folë për gjunahe, keni kujdes të muslimanëve në xhami, që janë shumë të mund të jetë vetëm teori. Ama të imagjiroje, për shembull deri te ajo që i therrin fëmijët kurban. Po mendoj pak ku kuptosh ka imi të thonë. Një njeri pa besim, një njeri pa Zot, po pritni të drejtoje botën, pa se ka drejtu vetën. Një njeri pa din, që nuk komunikon me mëshirën, rahmetin e Allahut, po mendoni ai ta mëshiron dika në jetë, mori me mos qitni atje se fëmijët u mitën. Po ti po mendon se ai mërzitet për këtë temë. Po aja është i prisht. Ti se kupton, ti ke të drejta mos me kuptu, se ti je musliman. Ti je full nur, ke dritë, ti je ke rahmet, ke dashuri je ti. Ti je paqësor, ti e ke problem me thonën, njoni po mit ke fëmijë. Çi po mit ke fëmijë? Ti se kupton, edhe nuk duhet me e kuptu hiç. S'kesh ka e kupton. Duhet të pendohemi nga mëkatet e besimtarëve në xhami. S'po foli për ato mëkate. Ja. Kurani ka thënë tregon problemin, problemi i njeriu është mëkati. Ilaçi është tobja dhe istighfari. Ati kur të ftofësh, kollitesh. Ka do recepta, do më thoni merë dhe surupe dhe të kalon. Edhe kjo, pa e morën dozën e tobës dhe të istighfarit, nuk shëroheni nga mëkatet dhe gjinohet që i kemi në jetë. Njonin e ka vetë, dikush ka thonë, çish i keme punë me fe, me din Zotit, e dia, je dikun me fe? Ka thonë e disha ka, me gjunohe dhe harame, po e grisi, po e çkinj, e dia ka llogarit fen, sikur një petkë, me qenë. Ka thonë me gjunohe, me harame, edhe mëkate, po e grisi, po e çkinj këtë, dinin e Zotit. Ka thonë me tobe dhe istighfar, po e qepi, po e arnoj. Çka që jam të thonë kur e kur. Me gjunohe, ti e çkin dinin e Zotit. E nxin ftyrën tënde, e dobëson shpirtin moral. Me tobe istighfar, e arnon, e riparon, e qep, e aktivizon, ja be pak formën. Tobja dhe istighfari e qepin do të thotë dinin e Allah subhanahu wa taala. Tobja dhe istighfari ban që Allah subhanahu wa taala na i fal. Do të na mëshiron neve dhe familje tona të gjallë të vdekur që jam. Inshallah Allah është razi edhe na i mundson të pendohemi tek ai në çdo mbrëmje e agim, edhe të na mbetet si një kulturë profetike, edhe inshallah Allah është razi me aktivitetin dhe ibadetet tona.